Mirë se erdhët, jemi në pjesën e fundit dhe me punët e vogla që mbeten gjatë publicitetit që nuk mjafton asnjëherë për të sistemuar. Do kalojmë tani tek një tjetër moment i rezes tonë. A ka pak me djafa thonë që duhet? Gjatë javës punojmë patjetër për të realizuar recetat, prekim me pecetat tona enët, pastrojmë sigurisht, mbulojmë kur gatuajmë ndonjë recetë që është tavë dhe duam që të qëndrojë e ngrohtë. Ato avujt, njollat e vaj, gjithsesi na i bëjmë pis pecetat tona. Gjithmonë ka një zgjidhje, në mënyrë që të mos i bashkojmë asnjëherë pecetat e bukës apo pecetat e kuzhinës tonë me rrobat që veshim në përditshmëri. Bëra un kafen tani dhe direkt i bëra një njoll tek pecetat. Do t'i rikthejmë dhe njëherë trajtimet e njollave me produktet që kemi në kuzhinë, pastrimit, produktet cilat janë natyrale, që i përdorim në kuzhinë dhe që patjetër që kanë një efekt fuqishëm. Çfarë bën më? Çfarë bën? Mos na i bëj shumë me njolla se as na ikën. Ikën. Ju si i pastroni, meqense dhe numri është në ekran, regjia e ka vendosur për të komunikuar me ju, na telefononi në minutat që na kanë mbetur. Në të kundërt pastaj vazhdojmë diskutimin edhe nesër për sa i takon pastrimit që i bëni mbulesave të tavolinave, pecetave të kuzhinës. Na telefononi dhe diskutojmë së bashku për këto hapa praktik të pastërtisë, gjithmonë në funksion të higjienës dhe të mirëqenies që kemi në ushqim. Patjetër. Ujë nxehtë, i valuar mirë. Detergjent. Opja. Të marrë detergjentin. Sodën. Sod buke, sepse e di shumë mirë dhe thonë qa sode. Normalisht në kuzhinë përdor vetëm soda e bukës, asgjë tjetër. Nuk mund të marrim sodë industriale, për në kuzhinë, qoftë për pecetat, qoftë për lavatricen, sido që tjetë. I fus këtu. Ja. Një tenxhere të madhe i vendosim dhe ato do të zjejnë, do të bëhen xixë. Gjitha njollat? Dikur në fundit, mamat gjyshet tona i zjenin. Edhe rini sidomos, normalisht me sodën, me fing, pa tjetër. Dhe i rinin të bardha, sidomos fustanellat e mjeditorëve që ishin me pala, ishin të bardha. Do thoni ju sot ka aq shumë detergjent, por bardhësia e rrobave... Vetëm për ta e kurosur sa duheshe me ato pala që të rinte mirë edhe... Sepse nuk ishin lavatricet, nuk kishe shtrydhja se drifuka e lavatricës, normalisht, të ti dëmton robat, largon pushin, prandaj, nëse ju përdoni vazhdimisht larje me soda e zbut edhe veshjen, por mos pretendoni që ti hidhni shumë. Do hidhni shumë vetëm kur është kjo gjendje. Pra, ku ka njolla shumë në pecetat e bukës, tek sorçafët të shumë mirë të vendosni sod, shumë mirë, bëhen të buta të peshqirët zbardhen dhe ka shumë lezet për të nderë në tel, të mdrejten. Dëgjoj tani, na u pastruan ato në U pastruan normalisht, shiko. Pra sod, detergjent, dhe po të shikoni ujin, shkumën, po të shikoni ujin, shiko që janë... Që te uji duket sa pastra i kemi patur. Sepse ju menduat që ishin të palosura dhe ishin të pastra. Ja. Ja të shikojmë ujë nga sipër të kamera lartë tani për të treguar sa mirë edhe jep rezultatin. Dhe mbajni dhe pak, shiko, tani këtë pjesën këtu të kafes, unë do ta lë poshtë. Dhe më pas me ujë të rjedhshëm, do t'i shpëlajmë edhe do t'i përdorim. Sepse normalisht ne kemi zjerje për të hequr njollat, pra nuk kemi për 2 minuta. Nesër unë do t'ja u tregoj të pastra, ashtu si që duhet, ashtu si që do zakoni, si që do rendi, si që do të abjati. Të pastra të e kurosura, të lupshin duart, ne do të shihemi nesër, ju presim me të tjera recetë.